ne a dum të duhemi, apo thjesht mos me mejt vetë? Një pjesë e mirë e raporteve krijohen edhe nga ideja që thjesht mos me mejt vetë. Frika nga vetmia, nga situatat e tilla. Por unë mendoj që gjitha këto gjëra janë gjëra që ti i analizon pas. Kur ti e ndjen, për shembull, fillon me ndje diçka mbrana vetes, ti as nuk mendon apo don në atë stilin që ta ndjej veten që po më don dikush, apo të mos jem vetëm, ose apo diçka tjetër. Ti nuk i mendon asnjë për këtë në moment. Fare. Mendon kurrë. Kurrë s'mendon. Asë i gjotë vetë. Të janë kretë analizat që ndodhin masit hatë gullash. Gjysma. Edhe të nuk të, ma herët nuk ka. Kjo është fuqia e dashurisë, do më thonë që unë e them që në betejën mes trurit dhe zemrës, mes mendjes dhe zemrës, gjithmonë ka fitu zemrë. Truri futet në funksion më pas. Truri nuk të lenë, fillim ai nuk do në rahati. Zemra në poshtë nuk nin për pengesa. Dhe kjo është fuqia e botës, domethënë botës së ndjenjave, që dikush thotë është iracionale, unë pajtohem, dashuria është iracionale, është komplet iracionale. Domethënë s'ka logjika e njeriut, është racionaliteti është ndërtuar mbi sa jep merr, nishi të çon në 2, dyshi të çon në 3, mos shko te 4 se digjesh, shko këndej. Dashuria si ka këto algoritme fare, duan plus kaq shpejt, duan 0-100 për 1 sekond. Dhe tash ka njerëz që janë të ndryshëm. Ka njerëz që unë e them për shembull e ka motorin benzinë apo dizel. Ka njerëz që kanë motorin benzinë, motorin shpirtëror dhe ndizën shpejt. Ka dhe njerëz që kanë motorin dizel, madje SD, slow diesel. Ata ndizën si ai fapi vjetër. Po kur ndezet pastaj nuk nalet. Nuk nalet. Domethënë ta tipat e tillë, qofshin meshkuj apo femra, kanë prirje fataliste. Sepse ata përfshihen me gjithçka edhe ndonjëherë dhe nuk mund ta konceptojnë jetën pas pa atë gjë. Pastaj krijohet diçka tjetër, masnej krijohet varësi emocionale, masnej krijohet diçka tjetër, po s'ka lidhje me dashurinë. Jo, John, ato janë pasoja të faktit që ti ndjen që diçka nuk shkon, edhe kërkon ta kompenzosh, është mekanizmi i kompenzimit, i referimit dhimbjes. Të janë gjona që shkenca i ka studiu, kam i studiu, por nuk është që i ka dhënë përgjigje, sepse njeriu sa evolon njeriu, aq sa do të evolojnë edhe përvojat e njeriu. Njëna